Një sër surprizash do të sjellë edicioni 19 i Festivalit Ndërkombëtar të Karnavaleve që do të zhvillohet përgjatë gjithë ditës së shtunë të 6 qershorit. Gjatë gjithë ditës rrugët dhe sheshet e Korçës do të vishen me ngjyra, muzikë dhe atmosferë festive. Miq nga Greqia, Rumania, Serbia, Polonia dhe Arbreshët do t'i bashkojnë këtij edicioni të 19 duke kthyer qytetin në një skenë të madhe feste dhe kulture. Që në orët e paradites, karnavali do të ndihet në çdo cep të Korçës. Janë mbi 25 grupe nga qyteti që do të sjellin energjinë dhe kreativitetin e tyre, ndërsa qendra rinore do të hap dyer për fëmijët të cilët do të kenë hapësirën festive me aktivitete argëtuese, face painting dhe plot surpriza. Kulmi i festës do të jetë parada madhështore e orës 19 që do të nisë nga lëndina e lodhëve dhe do të përshkojë rrugët kryesore të qytetit. Për herë të parë do të kemi kënaqësinë të mirpresim dhe gratë e diasporës shqiptare nga Athina, duke i dhënë këtij edicioni një dimension edhe më të veçantë. Festa do të vazhdojë më tej në pazarin e vjetër me karnaval party, muzikë live, DJ dhe një atmosferë që do të zjas deri në orët e vona. Sezoni veror në Korçë nuk duhet humbur, pasi një sër aktivitetesh të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare do të zhvillohen për t'i dhënë edhe më shumë ngjyra qytetit. Karnavalet janë vetëm fillimi një vere të jashtëzakonshme në Korçë, një verë plot ngjarje, emocione dhe net që mbahen mend me Korça Mountain Rock Festival, Lumina Electronic Festival, Korça Beer Fest, Korça Serenades dhe shumë evente të tjera që tërheqin mijëra vizitore turist nga Shqipëria dhe më gjerë, duke kthyer padyshim edhe këtë vit Korçën në një prej destinacioneve më tërheqëse të sezonit veror. Saro ka ftuar të gjithë banorët, por edhe vizitorët që të bëhen pjesë e festimeve dhe të zbulojnë magjinë që Korça ka për të ofruar.